Një reagim publik ka ardhur nga këngëtarja Dafina Zeqiri për të gjithë ata që filmonin gjatë ceremonisë së varrimit të vllait të Gjestit. Madje këngëtarja Dafina me shumë të drejtë reagon edhe kundër disa vipave tan që po japin intervista e po flasin për atë ditë. Në reagimin e saj Dafina shkruan: Mediat sociale janë të fuqishme, por janë edhe të rrezikshme. Janë të ndërtuara mbi vëmendjen, por nuk duhet të lavdërojnë kur llojin e gabuar të vëmendjes. U shokova kur pash njerëz që filmonin me iPhone në një funeral dhe të ashtu quajtur VIP që jepnin intervista dhe mburren në internet për atë që u thuhej. Disa të ashtu quajtur gazetar bën pyetje të parandësishme duke e kthyer dhimbjen e një familjeje në qendër të vëmendjes së tyre. Kjo është absurde, çnjerëzore dhe thellësisht mungesë respekti. Ajo që duhet të ishte momente private shndrohet në një cirk. Një ditë do t'i mësoj djalit tim. Këta janë njerëz nga të cilët qëndro larg. Ata që japin shembullin më të keq, njerëzimi nuk duhet të shkëmbehet kurrë për vëmendje, sepse vëmendja nuk duhet të vijë kurrë me kostën e dhimbjes së dikujt tjetër. Përfundon reagimin e saj Dafina Zeqiri.